Një lëkundje me magnitudë 2,6 ballë ka goditur pranë bashkisë Prenjas. Stravaj, qarku i Elbasanit. Në Shqipërinë qendrore, sot më 31 korik 2026 në orën 06:35 me orën lokale. Ose më 31 korik 2026 në orën 04:24 UTC. Siç është raportuar nga MSC në faqen e saj të internetit. Tërmeti është lokalizuar në një thellësi të cekët prej 15:0 në sipërfaqe. Në koordinatat gjërësi gjeografike 21,048 dhe gjatësi 20,319. Magnituda e saktë. Epicendra dhe thellësia e tërmetit mund të rishikohen brenda orëve ose minutave të ardhshme ndërsa sismologët shqyrtojnë të dhënat dhe përsosin llogaritjet e tyre, ose ndërsa agjencitë e tjera lëshojnë raportin e tyre. Qytetet ose qytetet pranë epicendrës përfshinë Qukës, qarku i Elbasanit, Shqipëria qendrore, që ndodhet 14 ose rreth 8,69 milje nga epicendra. Librard, qarku i Elbasanit, Shqipëria qendrore, ndodhet 15 ose rreth 9,32 milje larg. Prenjas, qarku i Elbasanit, ndodhet rreth 19 milje. Elbasan, qarku i Elbasanit, Shqipëria qendrore, ndodhet 21 ose rreth 13,0 milje larg. Masa e rekomanduar e veprimit është të jesh vigjilent për pasgoditjet e mundshme që mund të ndodhin. Le të lutemi që ky tërmet të mos ketë ndikim të madh tek vëllezërit dhe motrat tona atje dhe të mos ketë më tërmete. Amen.